Mungesa një terminali publik në qytetin e Shkodrës vjen krijoi probleme në lëvizjen e automjeteve në qendër të qytetit. Kështu autobusët që sillen qytetarë dhe turistë nga vende ndryshme detyrohen të parkojnë në mes të qytetit të Shkodrës. Një gjë e tillë krijon trafik me të rënduar në qendër të qytetit, teksa i drejtohemi dhe sezoni turistik. Për qytetarët krijimi i terminali është tepër domosdoshëm, pasi kështu krijohet më shumë kaos në lëvizjen e tyre dhe të automjeteve kur parkojnë autobusët. Shumë e nevojshme është. Unë rrej në Itali, kam marrë tash 2-3 vjet, po peshe vetë mua në zjan. Shumë e nevojshme i terminal, pak të me parkuet, pak të me ditë ku po shkon, e ka më shumë. Shumë vështirë. Shumë vështirë aty. I vend po një dy ka më kaluar. Kjo ka vëlla kusia. Shumë vështirë. Është vërtetë. Që ti vjen e pasafat për autobus. Por ka herë në vjet bora, atë në vjet të po. Në zonë 1-2. Para disa vite. Aty në kaos, lëvizjen e automjeteve, domethënë, qëndrimi ty ne. Si mos e tha, vjen më mush me shumë për Itali. Ka makinë, po unë vi gjithmonë me biçikletë sepse është e pamundur. Shumë e vështirë. Edhe miqtë mi që kanë makinë dhe ata preferojnë në qytet mos kalojnë me makinë. Kjo në kaos kjo. Po, patjetër më shikoj se si bëhet. Po, është shumë e pranueshme dhe dëshirueshme. Unë nuk jam shkodran, jetoj këtu, po shpresojmë që të na bëhet diçka e tillë që të lehtësohet jeta për gjithë njerëzit. Patjetër na rreth, sepse edhe kur vinë njerëzit, se unë jam i huaj, që gjysma familjes jemi abaxhi për vetë huaj, kur vinë këtu rëndohemi shumë, do të kemi një pjesë tjetër ku mjetet e lëvizin atë lehtësohet jeta për gjithë. Kjo nuk diskutohet. Bile unë kam 30 e sa vjet, në mos 40 vjet, që kam qenë zënës këtu të shkolla teknikumi veteriner. Edhe sot e kemi lënë si klasë që takojmë. Dhe do shkojmë tani aty. Mirë po, kaq vite, tash more po, s'kom pëlqente aty për para kjo një parkim aty që ishte, po në zemër të qytetit parkim tash. Në çfarë them unë ty? Qyteti ka shumë gjëra që duhet i rregulloj. Pra dhe unë Shkodrën nuk është domosdoshme. Ndërtimi i një terminali publik në qytetin e Shkodrës ka qenë një premtim para 2 vitesh nga kryebashkiaku Benet Beci. Terminali është projektuar ndërtohet në pjesën nazë perëndimore të qytetit, por deri tani nuk ka asgjë konkrete.